Po jepim prioritet që ka me do alsante, du na më do bukur. Gjo që do të nuk jam as të ajo që... S'po analiza që shduhet. Jo, po as që ajo që është shumë shtrajt ose shumë lirë këtë varet që ka na jepim prioritet vetës. Se mundi me jetu edhe pa një parë sujzat shtrajta, e me matë sa e kem nivelin e hektit, ose diçka t'il, po është thjesht disiplin edhe që ka na kemi bo vetës prioritet. Unë menoj që ideja është mu eduku popullata, se nuk është vetëm të ushqimi, po na kena shprehit këshia prej si popull, nuk kena informacion shumë, për shembull edhe sa shpejt han. Nga për shkolla, une se kom pas tas disa trajnime në Zvicër, atje në shkolla mësohen fëmija qysh mu ushqy. Qysh mu kapi runin. Unë në shkollë për vetin Kosovë nuk e kom mësu. Në familje për mësohen, dhe më mësu në shkollë. Në shkollë, fëmija në përshumitën e shkollave e kanë të ndalume me marrë ushqime në shkollë. Që mos mja bo shprehi se një fëmija ashta nuk i ka kushtet, ose nuk është ajo ushqim i shëndetshëm edhe njeri e merë bazën si fëmij. Kështu që i ki ndalume të mi marrë, nëse e merë, mësuesi e thirë prindin të hej pse i ke dhonë fëmijës. Dhe me thonë, unë kur im konë në shkollë, më hangra hamburger në shkollë. Fëmija filloristat marrin pi energjikën pushim gjatë nëse ju lejot me dalë për shkollë, nëse jo qëtë vetë ka do për një vite, të na është marrë me marrë ushqimin me veti. Me marrë ushqimin me veti është kulturë, ajo është pasuri. Ti ki njerë që janë shumë të pastër, po e marrë ushqimin me veti. E përgatit në shpeja nuk është marrë, ajo është pasuri, e merë ushqimin me veti, e hanë punë, që ka të keqe, i merë do me thonë. E këtu të na po e na që këtë pe merë ushqimin me veti, si pas ka kushtet mirë. E na zëtë më marrë para gjykime, do të me bo ma të mirën për veti. Apo den, it's okay me hongër edhe najherë edhe jashtë, po do të më munduar me ndoj që të me marrë ushqimet me veti, edhe del ma lirë edhe është ma shëndeshëm, edhe mos më marrë me para gjykime. Të na kena atë pjesën halot, mëse le pjatën, hajës është gjuna, mëse le na fakën, a dini kena halot, të vashprejet, se e kum lexu edhe me një artikull ku thojnë nëse donë për shembull me humb pesh, me humb kalorie, diçka kalori deficit diçka u kon puna, nëse do me pas kalori deficit, gjithmonë është nëse ti e lëm pjatën që ki hangër gjithmonë komplet, duhesh me hangër gjysmën, edhe gjysmën me lanë. Tash me lanë me derë. Po dhe tash na i kena ato që trinë për mi kry për shembull prindë. Edhe një sen është po du me do lidhë me rëndësi me hangër nga dalë, se shumica njerëzve na shqiptar hajnë shumë shpejt, edhe ti as nuk e din që ke